Tani në fshatin tonë merren vetëm me bujqësi. Çfarë keni të Pjesa më e zhvilluar? madhe ka migru, pjesërisht janë në shumë pak banor kanë met, kemi qenë rreth 400 familje, kanë met ja 70 familje tani, edhe të mbushe 3, nga 2 vetë për familje, dhe shkolla 2-3 me nxanës ka tani që janë nga 3-4 familje, mi fjalë që kanë të fëmijë këtu që kanë lindur, edhe s'ka ka ik. Kush ma i lop, kush i ka hek, pjesa më e madhe i kanë hek lopët të mshat. Një 10 familje që janë më në fuqi kanë një 10 dele, 20 dele shumë. Vetëm për vete? Vetë për vete ty edhe nuk mund të bëjnë asgjë më tepër. Po në bujqësi çfarë prodhoni? Misër me të madhe, vetëm misër, fasule. E shoqërojmë me misër. Për vete edhe këtë nuk shisni prodhim? Ja, shkeqa shiç nuk mund mjellin a ina i patate. Tregu është larg, nuk mundim me po të kesh makinën tonë. Po rruga Arbrit u ka ndihmuar? Po, ka bërë shumë përmirësim rruga Arbrit. Ne kanë sjellë dhe asfaltin deri në cep të fshatit atë. Po gjysma tjetër nuk e kanë sjellë tu deri në qendër, ne kanë thonë që do ta sjellim edhe këtu në qendër. Gjithje në pritje. Po rruga Arbrit ka bërë një përmirësim shumë për fshatin, se për 40 minuta jemi në Tiranë. Rruga është shumë afër tani.